Kompania rajonale ujësillësit Prishtina dhe ajo për furnizim energji elektrike Kesko janë gjobitur me nga 25.000 euro nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Shkak për këtë është bërë dërgimi i faturave të konsumatorëve pazarfe. Në vendimin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi për KRU Prishtina, thuhet se agjencia ka pranuar ankesa nga konsumatorët se kjo kompani vazhdon të dërgojë faturat e shpenzimit të ujit në mënyrë të hapur pazarfe, të vendosura në kuti postare gjysmë jashtë, edhe pas vendimit paraprak të AIP-it, duke i bërë të qasshme edhe për palët e treta. Agjencia konstaton se kontrolluesi me rastin e shpërndarjes së faturave me të dhëna personale te konsumatorët e saj nuk ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar një nivel sigurie të përshtatshme ndaj rreziqeve të përfshira në përpunimin e të dhënave personale. Nga ai dhe me këtë rast ka përpunuar të dhëna personale në kundërshtim me nenin 4, paragrafin 6 dhe nenin 31 të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. KRU Prishtina në një shkresë për AIP kishte thënë se nga muaji korrik i 2024-s ka filluar zbatimin dhe aplikimin e formës së shpërndarjes së faturave me zarfe të mbyllura. Por sipas agjencisë KRU Prishtina edhe pas vendimeve paraprake dhe gjobave të shqiptuara nga agjencia dhe urdhrit për ndërmarrjen e masave ka vazhduar të dërgojë faturat e shpenzimit të ujit në mënyrë të njëjtë. Një gjop prej 25.000 eurosh për arsyen e njëjtë është shqiptuar edhe Keskos. Në vendimin e agjencisë thuhet se ka marrë ankesa nga një qytetar për shpërndarjen e faturave në korridore të banesave dhe parashensorit të ndërtesës. Agjencia për caktimin e vlerës së gjobës kundërvajtës se ka marrë parasysh kriteret e përcaktuara në nenin 91, paragrafin 1 të LMDP-s, me theks të veçantë natyrën, rëndësinë dhe kozgjatjen e shkeljes, kategorinë të dhënave personale, kriteret mospërfillëse dhe të qëllimshme të shkeljes, pasi që kontrolluesi ka qenë i paralajmëruar se një veprim i tillë është i kundërligjshëm. Përveç kësaj është marrë për bazë dhe praktika gjyqësore vendosur në vendin tonë për çështjen e njëjtë, për të cilën kontrolluesi ka pasur njohuri. Nuk është hera e parë që këto dy kompani janë gjobitur nga AIP për shkelje të dhënave personale të konsumatorëve. Në gusht të vitit të kaluar, Kesko kishte deklaruar se ka vështirësi për të implementuar shpërndarjen e faturave me zarfe. Shkak sipas kësaj kompanie është mungesa e kutive postare dhe adresave. Kjo kompani kishte bërë thirrje për alternativa të tjera duke e quajtur esenciale bashkëpunimin ndërinstitucional që të gjendet zgjidhje sa më e mirë dhe sa më efikase, benefitet e të cilave do t'i korrin konsumatorët fundor.